Single on, single te, single asnjone. E a është single Ledri Vula? Çfarë po ndodh me Blerim Destanin dhe Nik Xhelilaj? Kush do jetë këngëtarja nga Kosova që do përfaqësoj në jurinë X Factor Albania? Çfarë po ndodh me këngën që do ta publikoj Blero? Këto dhe shumë të pathëna tjera ndjekim në rubrikën tonë të përjashme të pathënat e kësaj jave. Me të vërtet u bë hallaka me statusin e Ledrit. Portalet po thonë se Ledri u feju me një vajzë nga kryeqyteti shqiptar. E Ledrit nuk po i pëlqen fort ky lajm, por populli thot, pa hongër hudër era nuk vjen. Ledri vërehet qartë se në Maldive ka qenë i shoqëruar nga dikush, por që ai në fund të ditës e ka mohuar këtë thashë thëm, duke pohuar se ai është single. E din ai vet më së miri. E sa i përket anës profesionale, ai është në përgatitje të 2 këngëve për të cilat nuk po ka kohë t'i realizojë edhe videoklipe. Pasi Ledri është i angazhuar dhe totalisht i zënë rreth koncerteve, anë mban botës kudo që ka shqipe. Kanë kaluar disa javë prej se ka startuar edicioni 4 i X Factor Albania. Në këtë talent show që marrin pjesë talent të rinj të muzikës nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e diaspora, nuk është se zgjojnë edhe atë shumë interesim sa për zgjedhja e jurisë. Pandi Laço nuk lëviz as në edicionin e 4, vetëm se nuk e dim nëse do të ulet Kamesi apo në çoshë si gjithmonë. Albani Leço nuk po lën rend, po ai këtë vit e ka marrë me vete edhe gruan. Ndosht, pasi konkurrentët do ta kenë më bot këtë vit. Jurisë X Factor Albania 4 po i duhet edhe një antar i jurisë nga Kosova. Në audicione uftuan Genta Ismaili dhe Nora Istrefi, por me qenë se Genta është në jurinë e Xheniut, roli u besua Norës. Por ky plan i dështoi elementit X. Për shkak se Nora mbet shtatzën, vendi i saj flitet se i u besua këngëtarës Ismaili, ama jo Gentës, as Zanfinës, por Adelina Ismailit. Pavarësisht se është më e vjetra në skenë, për të do t'jetë eksperienca e parë. Kanë mbetur edhe pak ditë deri në netët live, ndërsa shpresojmë që Adelina ta ketë fatin e tunës. Claudia Pepa definitivisht po e dëshmon se shqiptarët me të vërtetë bëjnë më së miri. Me gjithë talentin që ka, Claudia pritet të jetë shqiptarja e dytë që fiton çmimin kryesor në garat italiane. Balerina nga Shqipëria duket se po kalon çdo sfidë në konkursin e kërcimit Amici që zhvillohet në Itali, në vendin e artit dhe kulturës ku ajo edhe ka fituar vëmendjen nga të gjithë. Sipas mediave atje, Claudia është e mahnitshme dhe 99% do ta fitojë Amicin. Madje dhe pedagogët e këtij konkursi e thonë të njëjtën gjë dhe e konsiderojnë Claudian si të paarritshme. Claudia Çetani ka fituar bluzën për të shkuar direkt në netët live, edhe pse ato do të fillojnë me 28 mars. Ajo ka fituar të drejtën para kohe. Gjithashtu Prive mëson se në juri në netët live do të jenë Tom Cruise dhe Penelope Cruz. Finalja e kësaj gare pritet të mbahet ka fundi i muajit maj. Që të dy janë cilësuar meshkuj të pashëm dhe seksi. Blerim Destani e Nik Xhelilaj do t'i shohim së bashku në një film. Të paktën këto kanë qenë titujt e gazetave këtë javë, pasi të gjitha u nisën nga përshkrimi i Nikut Coming Soon. E Prive nuk i lën gjëra të presin, hulumton dhe ju sjell informacionet e plota. Dy aktorët e suksesshëm shqiptar do t'i shohim bashkë në një produksion filmik. Destani e Xhelilaj aktualisht janë në fazën e bisedimeve me një kompani gjermane për realizimin e filmit. Krejt kjo nisi gjatë takimit të aktorëve në festivalin e filmit në Berlin. Drana Bazi tash nuk po bën muzikë vetëm për shqiptarët, por për të gjithë Ballkanin. Besoni apo jo, ai bashkë me Gent Rushin brëm kanë marrë pjesë në koncertin Blues the Balkans që është mbajtur në Francë. Dreni dhe Genti do të performojnë edhe sonte në teatrin Le Rendez-vous des Leurs. Biletat për këtë koncert kanë qenë nga 25 deri në 29 euro. Paramendoni këto çmime në Kosovë. Koncertet kishin pas audiencë vetëm për Bajram ose për vitin e ri. Gjensila dhe i fejuari i saj u pan bashkë në Prishtinë, por nuk erdhën me vespë, pasi që koha nuk i premtoi të udhtonin në qiell të hapur. Myrtezaj dhe Kallaku vizituan studion e Zapp & Chris gjatë javës që lan pas dhe dëgjuan disa këngë të producentëve. E me sa duket artistët u ndahen të kënaqur me qenë se nga kjo vizitë fituan miqësi të reja e po shihen gjatë gjithë kohës së bashku me ekipën e On Records.
Nuk i dihet, ndoshta ka edhe ndonjë të re, por që nuk e kanë bërë publike. Javën e kaluar ju kemi njoftuar për të gjitha detajet të këngës më të re të Blerus, e cila është në proces të përgatitjes. E kënga 5 që flet për dashurinë do të publikohet nesër, pikërisht një ditë pas Shën Valentinit, pasi edhe kjo datë do të thotë diçka për Bleron. Po nejse, krejt çka po dojmë ju tregu është rreth duetit. E pam që pothuajse të gjithë u bët kurreshtar me ditë se kush është këngëtarja në duet me të. Atëherë, mase veç po doni me ditë, Blero vjen në bashkëpunim me këngëtaren Shkurtë Gashi. Faleminderit sponsorit ton Golden Eagle, faleminderit juve shikues të dashur që jeni ju ata të cilët na bëni emisionin numër 1 të showbizit në vend. Kaq kishim për sonte, unë ju los sërish takim javës që vjen në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend, e deri atëherë ju keni kanalin ton zyrtar në YouTube, si dhe faqen ton në Facebook me emrin Prive Klan Kosova. Deri në takimin ton të radhës, miru takofshim.